Gjatë një interviste, babai i Selin ka reaguar ashpër ndaj Robert Sterkaj dhe deklaratave dhe akuzave të tij kundrejt të bijës. Ndër të tjera, ai bëri një thirrje babait të banorit. Rogertin nuk e njoh dhe nuk kam dëgjuar ndonjëherë për të, po ju them që ajo mund të ketë thënë shumë gjëra, por jo diçka që nuk qëndron. Kjo gjëja e burgut e kam sajuar unë. Me Rogertin, se dia do më jepet mundësia për të folur apo jo. Me Rogertin nuk besoj se do takohem. Përmes jush, i çoj fjalë babait të tij që ta shoh këtë punë sipas ligjeve dhe kanuneve, që kur e shan një vajzë mbi 2 herë, ke ofenduar burrin, baban, dajat dhe gjithë familjen e vajzës. Kaq kisha për Rogertin unë, tha ai. Rogerti ka deklaruar në shtëpi se tezja e Selin i ka thënë se jati i banores ndodhet në burg, gjë që është hedhur poshtë nga Selin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.